Në vitin 2022, 3 banor nga provinca Sichuan e Kinës ju drejtuan autoriteteve lokale me një pyetje të thjeshtë: pse po konfiskohej toka dhe pse po dëboheshin nga shtëpitë e tyre? Përgjigjja ishte e shkurtër dhe e ftohtë. Bëj fjalë për një sekret shtetëror, por ky sekret, sipas një investigimi të CNN, lidhet me diçka shumë të madhe: zgjerimin e fshehtë të programit bërthamor të Kinës. Sot, më shumë se 3 vite më vonë, pamjet satelitore tregojnë një realitet krejt ndryshe. Fshatrat janë zhdukur, shtëpitë janë rrafshuar dhe në vend të tyre janë ngritur strukturat e reja që besohet se mbështesin prodhimin e armëve bërthamore, një transformim i heshtur por me pasoja globale. Në qendër të këtij zhvillimi ndodhet një rrjet objektesh në zonën malore të Zitong. Një nga strukturat më të habitshme është një kupol gjigande me formë të pazakontë, e cila i ngjan një kapsule futuriste me përmasa sa disa fusha tenisi. Ajo është e pajisur me sisteme të avancuara sigurie, monitorim rrezatimi dhe infrastrukturë për përpunimin e materialeve shumë radioaktive si uraniumi dhe plutoniumi. Ekspertët besojnë se ky objekt mund të shërbejë si një pikë kyçe në rritjen e kapaciteteve prodhuese të Kinës në fushën bërthamore. Ai është i rrethuar nga shtresa të shumta sigurie dhe lidhet me një rrjet tunelesh dhe bazash të tjera në zonë, por kjo nuk është e gjitha. Rrugë të reja, lidhje kurudore dhe zgjerime të tjera infrastrukturore tregojnë për një mobilizim të gjerë dhe të koordinuar. Në disa zona fshatra të tëra janë zhdukur për t'i hapur rrugë këtij zhvillimi. Ky modernizim mbështet edhe pretendimet e fundit të Shteteve të Bashkuara se Kina po zhvillon një nga programet më të mëdha të përforcimit të arsenalit bërthamor në dekada. Megjithatë, Pekini i mohon akuzat dhe këmbgulse ndjek një strategji mbrojtëse, duke theksuar politikën e mos përdorimit të parë të armëve bërthamore. Sipas vlerësimeve të Pentagonit, Kina aktualisht ka mbi 600 koka bërthamore, një numër që po rritet me shpejtësi, edhe pse mbetet më i ulët se ai i SBA-s dhe Rusisë. Por shqetësimi kryesor nuk është vetëm numri, por teknologjia dhe shpejtësia e zhvillimit. Ndryshime të mëdha janë vërejtur edhe në të ashtu quajturin qyteti i shkencës, një qendër kërkimore që konsiderohet si truri i programit bërthamor kinez. Aty, qindra ndërtesa janë shembur për t'i hapur rrugë laboratorëve dhe objekteve të reja moderne. Këto zhvillime vinë në një moment të ndjeshëm për sigurinë globale. Marrëveshjet ekzistuese për kontrollin e armëve po dobësohen, ndërsa përpjekjet për marrëveshje të reja përballen me pasiguri dhe mungesë besimi. Disa ekspertë paralajmërojnë se bota mund të jetë në prag të një gare të re armatimesh, më komplekse se ajo e luftës së ftohtë. Ndryshe nga e kaluara, tani kemi një fuqi të tretë të madhe bërthamore që po rrit ndikimin e saj me shpejtësi. Në këtë kontekst, modernizimi i arsenalit kinez nuk është vetëm një çështje teknologjie apo sigurie kombëtare, ai është edhe një mesazh politik dhe strategjik, një mënyrë për të forcuar pozicionin e Kinës në skenën ndërkombëtare. Ndërsa fshatrat zhduken dhe strukturat e reja ngrihen në heshtje, pyetja që mbetet është: apo hyn bota në një epokë të re tensioni bërthamor, një epokë ku sekretet shtetërore nuk janë më vetëm çështje të brendshme, por pjesë e një loje globale me pasoja për të gjithë.